shkele kushtetuese. Në Strasburg është jashtëzakonisht keq, është për te imagjinate keq që ne nuk jemi ja ka vle. Edhe për faktin që unë jem shumë i sigurt, njerë për herë mos merret kush me atë punë, dhe në mojnë vitet tjetër, por unë jam i sigurt që ne një ditë dyqysh do të futemi atje për mëna, sepse ajo është socializim për më dhanë. Por unë jam shumë i sigurt që ne këto vonesa, masani kena me shupa, me i plotësu gjitha kërkesat, edhe me shkue, sikur që ka shku rasti i manastirit të Deçanit, pa kur farë kundër shpërblimi. Mirë, ka një nen që në themelimin e gjykatës speciale e dhomave të specializuar, atë të jemi me karakter termin, që thotë që arkivat e këtyre dhomave nuk do të jenë trashëgimie e Republikës së Kosovës. A i bie kjo që ne asnjëherë nuk do të mund të shohim se çka ka ndodhur aty? Shikoni, për shembull, unë shpresoj që procesi mbyllet në favor të atyre të Kosovës dhe të ndron ligjin pastaj. Se edhe kompenzimi nuk është s'ka bot ashtu, edhe arkivat të mos më njoftë, si që shumë institute dhe kategori që na i kena pranue me atë ligj. Po, ajo punë i takon historistash. Por Kosova mundet në të ardhmen, si që ka kompenzu të burgosit politikse, se ne Kosova si ka Shtinburg, ata më vetë ne, ata si Shtinburg, por Kosova i ka kompenzu për shkak se me ligjet që ti vani, në një kohë caktume, janë persekutu njerëzit. Edhe kjo është e njëjta, edhe për arkiv, edhe nuk mundet me ndalu, sipas ligjit ndërkombëtar kërkush. Në të ardhmen, do thotë shteti mundet, që ato ku do rrinë ato, në Holland, ti mundesh me pa di shtetin e Hollandës, sepse e ndron ligjin, e rregullon infrastrukturën, punim rame, edhe me mandament kushtetues në të ardhmen. Sepse edhe pasi të mbyllet formalisht ai proces, unë besoj që për këtë proces do të shkruhet. Do të mendoj që na do të me bo. Ashtë procesi më sui generis të themi? E vërtet. Nëse e krahason me gjitha proceset tjera të... Unë kam dy punime... As të gjykatat se moralizoha pak për krimet në Ruandë dhe në... Unë kam dy punime që në botu me revista me recenzion të lartë ndërkombëtar, këto 2 vita 3 ka, që ka botu për gjykatë. Shikoni, ka debat është gjykatë ndërkombëtare, hibride, ka thojnë. Unë e kam thonë kjo është gjykatë tërësisht e ndërkombëtarizuar. Punë e kry. Aty janë Kosovarë, veç ata që ndaj cilve është ngrit akt akuza. S'ka tjerë, edhe përkthys, nëse dikush, nuk dikush o përkthys. Do thotë, s'ka tjerë. A ishte mashtrim? Ja, unë mendoj, unë e kam thonë... Sepse ideja ishte që të pranohej diçka që është më kosovarë se sa një tribunal ndërkombëtar. Shikoni, ja. Kjo ishte mira se si u shit karota me cilin u bindën. Ne ishim lodhur me gjykata, të shkojmë në kontekst, ishim lodhur me gjykata të Uleksit, të Unmikut, të Hagës. Dhe kërkonim që edhe krimet e luftës vëshin në një kosovar, në një gjykatë sa do pak kosovare. Këtu ka pas, shikoni, duheni me pas parasysh. Formimi i saj nga ona jonë ka qenë hap strategjik pozitiv, për shkak se po të ishte formu prej Këshillit Sigurimit, sikur që s'po mënesh me hek do me 24 është, do të thotë çdo kush do të me pas qartë. U krijuar atmosfera që ka trafikim të organeve, gjithë ne këtu kemi qenë. Po, të gjithë. Krimet luftës, gjithë ato dhe do thotë ishte një propagandë jashtëzakonshme e vendeve perëndimore. Atë aleaton pse e bën këtë? Sepse mendonin që Rusia mund të qetësohej, mund të paqtohej se Rusia e nxitur prej Serbisë krime lufte kanë bërë shqiptarë në shtete kriminal dhe duhet hequr nga vetja se Kosova terrenezes, po. Po, njasi. Dhe gjithu pajtunë, okej, sepse funim ranë përgjithësi është individuale. Dhe ajo ka rënë, në scenario me qyrim trafikimi organove ka rënë. Ka rënë, diskutohet e. Por, është të provojmë edhe është provu. Rruga që është njek për formim. Unë mendoj që ka qenë në aspektin strategjik. Imagjino sot, po të ishte aty gjyqtar kishte pas indiane, ku me ditë ndikim. Sot për sot nuk mund të thua. Për shkak prokurorët që të gjithë janë me sa diunin krejt amerikan, ta zonë. Këta tjetën krejt evropian, edhe kulturalisht. Pjesa dërmuese e tyre kanë që ky që është sot që bën të pyetje francez, unë kam një libër ti, është i specializuar për bilështe për kthymje edhe në kroatisht, se zatë në Kroaci e kumba ble,
për përgjegjësinë komanduese, do thotë është